Shkak këto foto, Gjeneta akuzon Eglin. Më komenton me llogari falco. Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova, Gjeneta Fetahu, ka shpërthyer në rrjetet sociale me akuza ndaj Eglit Takos, pas një debati që nisi për një postë të ngjashme mes tyre. Gjithçka filloi pasi ndjekës të ndryshëm vuan re se Gjeneta kishte postuar një foto të ngjashme me atë që Egli kishte publikuar më 26 tetor, duke akuzuar kështu për kopim. Por Gjeneta reagoi menjëherë, duke mohuar çdo ngjashmëri të qëllimshme dhe duke publikuar foto të vjetra për të dëshmuar se bën të njëjtat poza prej kohësh. Duket se edhe pozat që kanë pronë tashmë. Prej më shumë se 6 muajsh bëj foto kështu, por hajde ta quajmë rastësi, shkroi ajo mbi një prej fotove të saj të vjetra. Më pas, ish-banorja shpërsoi tonet, duke akuzuar Eglin se përdor llogari falco për të krijuar drama në rrjet. Zble komente, skrijoj llogari falso dhe smere me askënd. Mos më përfshini në dramën tuaj, unë s'kam nevojë për llogari falso për të ekzistuar. Puçi. Sipas Gjenetës, Egli po përpiqet ta përfshijë qëllimisht në konflikte publike për vëmendje, duke rikthyer kështu rivalitetin e tyre që ka nisur që pas përfundimit të spektaklit televiziv.